ju më keni thënë para shumë kohësh që sot në Greqi ka 3 milion arvanitës. Jo të kam thënë pak. Si pak? Jo do të them. Ka më shumë? Po sepse ka dokumenta të tjera që janë gjetur. Unë do të citoj jo të mjetë. Është një studius, Peranoria Osmane ishte një peranori që kishte një administrat shumë korekte, këtë duhet, sepse e përcolli e mori atë nga peranoria bizantine dhe peranoria bizantine nuk jetoi kohë të 10 shekuj. Po, dhe një studius që ka marrë dhe është marrë me gjithë ato dokumentacionin Osman në teritoret greke, se më 1461 Greqia ra përfundimisht në pushtimin Osman, edhe mbas rezistencave që kryesisht i bën shqiptarët. Pse i bën shqiptarët? Shpesh të ka në një nacionalizm. Jo. Unë marë autorët grekë çfarë thonë. Këto janë fakte. Dhe sa arvanitas ka në Greqi? Dhe është Levent Kajapilar, quhet historiani Osman. Ai ka marrë regjistrat kadastral Osman të regjistrimit të popullsisë shqiptare në Pelopones, në Atik, Atika është vendi ku është Athina dhe krajinat përreth, Beotia është ku është Teba ose Thiva dhe zonat përreth, që kjo është pjesa dërmuese e Greqisë. 72.4% e ka me fshatra, me qytete, me emra, me të tëra, e popullsisë është Arnaut. Arnaut? Po. Arvanitas? Po. Që do të thotë sa i bie? Po, ja të them unë, në atë kohë ka qenë 72%, për e 4%. Ka qenë e banuar nga shqiptarë. Nga Albani i thonë grekët, albanezi i thonë dokumentacioni latin, është kaq. Dhe unë po them që tani unë besoj që jon pak se 4 milion janë me origjinë shqiptare. 4 milion? Po. Pa llogaritur këta emigrantët mbas në vjetës? Jo, fus këta, jo. Unë them çfarë thon regjistrat kadastrale Osman. Të regjistruar dhe të dhëna të shpallura nga Zoti Koçollari, Kosa Dalara, historia një personazh shumë më ka bërë shumë përshtypje, që mori pjesë në revolucionin grek. Po. Dalara ka qenë... Po, foto tjetër, që në mos gaboj? Se di. Po. Këta janë suljotët. Dalara ka qenë, ne i themi me termin modern, ne i themi gjenjerët, gjenjeri Ali Pashës. Këtë ka pasur gjenjer, shef të një grupi të vogël gjenjerësh Ali Pashës. Dhe çfarë bën ai konkretisht? Po, për shembull, do të them ka një akuadukt që është akoma në këmbë, në Bënç, në qoftë se një akuadukt. Dhe uji në akuadukt vjen nga një tunel që është bërë. Është bërë një tunel. Dhe thonë, është tuneli dhe akuadukti Ali Pashës. Dhe atë për shembull akuaduktin atje dhe çpimin e asaj e ka bërë, e bin këta gjenjerët, e ka bërë ky. Në kohën Ali Pashës, ta gjenjerët, thërriteshin Llagëmxhi, duhet jetë osmanisht. Ky është Llagëmxhi. Dhe shërbeu, fjala vjen për të hedhur në erë, për të hapur puse, për të bërë të gjitha këto, ky ishte mirë. Mbasi u vra Ali Pasha, ai u bashkua forcave të tjera shqiptare në revolucionin për pavarësinë e Greqisë. Ne themi për pavarësinë, ai ishte lufta kundër pushtuesit osman. Dhe në fund të betejave midis të tjera me që përmendë Dalarën, Dalara ishte nga Hormova e Tepelenës, po. Dhe mbeti në fund garnizoni ka qëndruar për gati 2-3 muaj i rrethuar dhe nuk e merrin dot garnizonin turk në Akropol, sepse aty ishte vendosur garnizoni ushtarak turk në Atinë. Dhe e thot në kujtimet e tij Makriani, një nga komandantët grek të revolucionit, thot më erdhi një natë dhe më thanë thot që kemi një person i cili thot ofron një zgjidhje. Thot më erdhi thot një shqiptar thot i cili më tha thot nuk merret thot kështu thot se po vritesh një ajo nga vet natyra si është Akropoli, fortesa atje, nuk i vetet dot ashtu. Dhe ai më tha më jepni një kohë thot për 4-5 ditë thot dhe do ta zgjidh unë. Çfarë thot? Unë do shkoj thot do të hap llagëm, do të tunel dhe do t'i shkoj shtabit thot diku thot që dhe mbasi ta shkatroj atë thot atë. Ai thot për 4-5 ditë vinte natën punonte dhe ditën thot atje. Dhe thot i vajti shtabit turk thot mu në tavolinë si të thuash. Dhe erdhi njoftoi thot sot thot mas 5 ditësh thot që do ta hedhë në erë thot komplet shtabin thot dhe pastaj u të sulmoni. Dhe në fakt kështu thot ai hodhi në erë thot i gjithë shtabin turk thot në Akropol thot asgjësoi thot gjithë forcat tona pastaj ndryn që morën. Ky është ka një rrugë kryesore në Atinë që ka Dalar po Manol Blesi? Manol Blesi është tjetër. Manol Blesi janë të tjera që kam gjetur,
dhe bile kam gjetur dokumenta një nga poemet. Është një shqiptar i ikur i emigruar si çikën mbas vdekjes. Ky është autori një poeme pa njohur. Ka 4 poema. 4 poema. Po. Njërën prej cilave unë e gjeta, nga njërë të shkon mendja ku mund ta gjesh dokumentin. E gjeta në një universitet në Londër, siç ka disa, për studime arabe dhe të lindjes. Që as mos por ata kuptohet kanë dokumenta e kam fotografuar unë kur e kam ashtu të gjithë atë me detaje. Do të futen në historinë e letësisë. Po patjetër. Po kur të me kismet kur të mbaroj librin që kam në duar do të merrem vetëm me ato, me të 4 poemat e tija. Po dhe pak ashtu çfarë do të fjalë për çfarë ishte poema? Poema është lufta kundër betejat e shqiptarëve në Qipro. Kjo është një tjetër Wow. Kam emrat e atyre në Qipro. Po. Cilit viti i përket zotë? 1490, 1500. Ajo është një histori tjetër e Qipros. Po, foto tjetër? Armanitët kjo është i para, por me prurje të reja, me gjetje të reja. Do bërë shërbotim? Po. Foto tjetër? Tani, zoti Kadare këtu është duke lexuar një shkrim tuaj. Po. Te gazeta Ex Libris e Bujar Hudrit. Po. Po ke Bujari. Cili shkrim bëhet fjalë për këtë? Ja, duket atje. Ai është një shkrim për një nga këta kryengritësit më të njohur jo vetëm në Greqi, po edhe në Europë. Quhet Petro Bua. Petro Bua është nga fisi Bua Shpadës. Po. Ai është një nga kryengritësit dhe njeriu që i rezistoi më shumë perandorisë osmane në territoret greke, sepse ishin ata që kishin emigruar dhe vendosur në Pelopones. Dhe ka pasur do t'u them një gjë që thash, qendresën kryesore kundër turqëve e bën shqiptarët. Shiko sa interesante, çfarë gjejmë nga dokumentacioni për Petro Buan. Në vitin 1460, kur po thuaj pjesën më të madhe... Ju e keni gjetur në Bibliotekën e Vatikanit? Materialin për këtë, po. Do ta them edhe ku konkretisht. Në vitin 1460, kur turqit po thuaj kishin poshtuar pjesën dërmuese të Greqisë, kishin mbetur pjesë të Peloponesit, sultani dërgon një letër, është letra. Dhe i thot, janë 11 princa grek në territoret e Peloponesit, që kishin secili nga një krajinë. Me pak fjalë që të mos e zgjat i thot, nënshtrohuni me fjalë të tjera, pranoni vasalitetin, sepse e nesërmja e juaj do të jetë më e mirë se sa e sotmja e juaj. Dhe thirriten nga përfaqësuesi i sultanit dhe 10 princat e nënshkruajnë vasalitetin, vetëm njëri nuk pranon. Dhe ai është shqiptari Petro Bua. E thot aty me shkrim. Dhe ai ka vazhduar pastaj me rreth 30.000, pe di që thon 30.000 trupa. Mos gjatë mbas janë 6 vjetësh kur thyet rezistenca, ai ikën shkon në Greqi, i ftuar nga venecianët, dhe ka marrë pjesë në disa luftra. Bile ata e kanë dekoruar në mënyrë publike Petro Buan për kontributet që ka dhënë dhe për venecianët. Dhe pse po e lexon me vëmendje Kadareja? Po e lexon sepse jo, më fal pak. Po. Tani që të lexoj Kadareja me vëmendje një shkrim, një studim, nuk është një shkrim. Tani më është kënaqësi besoj shumë e madhe. Faleminderit. Shiko, do ta them pse çfarë ka interesante. Para një 7 vjetësh në një nga këto arkivat e vogla të Frankfurtit, botohet një skicë, një vizatim i detajuar i një piktorit famshëm italian të rilindjes, Gentile Bellini. Bellini ka bërë një, dhe nga mbrapa saja ka shkruar l'albanese Petro Bua. Ky. Sigurisht kur e pash që e kishin hedhur këta gjermanët, më bëri përshtypje. Mirë po, duke parë skicën e Bellinit, më bëri përshtypje, ku e kam parë unë këtë? Unë e kam parë dhe në vend tjetër. Bëre lidhjen. Po. Dhe më shkoi në mendje, unë kam shumë libra arti në shtëpi. Ndoshta mund të jem njëri që kam shumë. Dhe mora libra, kam disa të Vatikanit. Dhe i shtetova dhe i gjeta. Dhe gjeta, por këtu me ngjyra. Dhe është Pinturicchio, një piktor i famshëm i rilindjes, dhe në një nga sallat, i Sala dei Santi quhet, salla e shenjtorëve, ka një piktur, një fond mural më madhe se sa kjo, shumë e madhe, është piktura e tij. Dhe aty gjendet Petro Bua në këmbë. Ua, çfarë lidhje ke bërë mos si po. Dhe është figurë se jo rastësisht vendoseshin në tablot aq më tepër në Vatikan, një figurë në këmbë gjitha. Dhe është po ai Petro Bua. Ai person. Foto tjetër se më duket se e kam, mos gaboj, nuk e di. Bas
Ajo, kjo është foto juaj. Edhe kjo foto bukur është. Si ajo bua, së është edhe kjo. Një fjali për gjithë ata që sulmojnë Ismail Kadaren, që do të thoshe? Se ti e ke njohur edhe para në vjetës, edhe para dhe më pas shumë. Që do të thoshe? Unë i ndjek sigurisht gjithë reagimet që është Kadaren është vështirë që ta kapin gjeneratat e djeshme të sotme, po besoj edhe ca më tutje ta kapin. Kontributet e ti për, jo vetëm për kulturën, po edhe në tërësi për Shqipërinë dhe imazhin e saj, nuk besoj që ofron më shumë se sa ka ofruar Kadareja për ne. Vështirë. Kaq. Mjafton. Foto tjetër. Ja, kjo, Manol Blesi. Manol Blesi, po. Dhe poemat e tia, po. Ex libris. Po, foto tjetër. Edhe kjo për Martin. Jo, është ky kardinali. Kjo është më veçantë. Kjo është një ngjarje shumë. Ç'është ky kardinal? No. Është i panjohur fare, fatkeqësisht, nuk është shkruar për të. I pari që shkruan për këtë, është këshilltari personal dhe një nga diplomatët më të aftë të Evropës të asaj kohe, këshilltari personal i mbretit të Francës Ludovikut të 8. Do Martin Firmano, kardinal shqiptar. Në vitin 1493. 93. Do mbas vdekjes Skënderbeu. Ky mbas vdekjes Skënderbeu. Ky organizon një kryengritje shumë të madhe, që llogaritet si shton dokumentacioni me 30.000 kundër turqëve, kundër turqëve. Dhe duke ditur që ku e organizon? Në flit për Shqipërinë e Mesme, por në fakt në ato që gjejun deri në Thesali thotë. Deri në Thesali. Ato gjithë Shqipëria qendrore, Lezhë, Shkodra, po shkuan. Dhe organizon ky. Ky. Ky duhet të jetë kardinali i parë shqiptar? Se di mund të ketë para këtij, unë nuk, jo, sepse kardinal ka qenë edhe miku i Skënder Palengjilli. Ka qenë edhe Palengjilli dhe ai bie përpara këtij. Përpara. Mund të ketë pas edhe përpara atyre, unë po flas që dim nga dokumente. Ja, kjo është një temë shumë e bukur. Shumë interesante. Kardinalët shqiptar. Po. Shumë interesante. Po. Se ne nuk dhe shkon dhe ka shkuar dhe ka takuar edhe vetë mbretin e Francës. Po. Është dokumenti që e jep këshilltari mbretit Filippo de Comino, është shumë interesant libri i tij, atë lexova të gjithë, po thuaj që gjeta thot aty, erdhi e takoi thot kardinali Durrësit, thot me emër ai, Martin Firmano. Dhe i kërkoi ndihmë thot për këtë. Vetë ai ka qenë i prirur për luftën kundër perandorisë osmane. Dhe ai i ka dhënë rreth 40.000 moneda floriri, domethënë si dukat floriri. Dukat, në. Dhe ai me këto ka blerë dhe ka ngarkuar 2 anije me armatim për kryengritjen. Në kohën që dilte nga porti i Venecias, është arrestuar kardinali. Është arrestuar, a? Është arrestuar. Fillimisht e kanë futur në burg dhe pastaj venecianët kanë menduar që do të ketë reagim nga papati, sepse ka tjetër pozicion, ka tjetër peshë, ka tjetër emër kardinali. Por e kanë mbajtur të izoluar në Venecia për 3 vjet rresht, 4 vjet. Ka rënë ndërkohë vala e kryengritjes këtu. Dhe ndërkohë, thonë dokumentat të plota, ata venecianët kanë njoftuar turkun, shikoni se një kryengritje po përgatitet dhe ata kanë reaguar. Shumë interesant. Pas 4 vjetësh, kjo është interesantja, në fund do ta them fundin e këtij se më ka ardhur keq vërtet edhe kur e kanë shkruar, e kanë kthyer ata, e kanë lejuar tiki sepse vetë Venecia është goditur nga turkut, janë prishur marrëdhëniet turko-veneciane. Po dhe e lanë. Dhe kanë thënë vetë ta organizosh vetë thotë. Ka vajtur dhe për 2 muaj ka grumbulluar rreth 6.000 forca. Dhe pastaj në fund të 2 muajve ka lënë një letër, më kanë helmuar, mbas disa ditësh vdes. E kanë helmuar dhe ka vdekur i helmuar. Foto tjetër. Tani mua më dërgove këtë, po unë nuk i njoh fare persona. Kush janë? Ne folëm për luftën e ftohtë? Po. Njeriu që drejtoi gjithë operacionet e amerikanëve në terren? Kush ishte? Ai me syze. Si quhet? Majku. Mike kush? Po si the. Majku është njohur. Baba ju të shërbim se Po jo, duhet me që korekt me njerëzit. Okej. Po ajo zonja është vajzë e njerit? Jo, ta them. Erdhën një 4 pensionist. Ja 4 pensionist, 5 pensionist, më thotë Majku, thotë, dua të vi me kolegë të mi, thotë, jemi pensionistët. Do ma bësh nerin të na pres, sigurisht të një prita. Të gjithë dashamirë. Cili vit jeni këtu? Tu është 2003-2004. Po dhe? Dhe midis tjerave, një nga ta, më thotë, këtë e njef, jo, ta e ke dëgjuar historinë, po kod na futen në këto histori. Vetë më kesio. Ku Barskit, i thashun, po si e di, thashun, ka qenë
oficerin i traktatit Varshavës, një nga oficerit kryesor, polak me origjinë Polak. i cili u aratis dhe u zhduk papritur. Ai kishte qenë shërbim të amerikanëve, kur amerikanët menduan Është një film për një oficer polak, se di. një i Hollywoodit, është një që Nuk e di. po dhe Dhe njeriu që e kishte rekrutuar atë ishte pensionist, sigurisht kjo ishte e shoqja. Dhe kjo më thot, pse kemi dalë tani të tre, më thot, unë di 2 fjalë, ma thot në anglisht, unë di thot 2-3 fjalë shqip. Më thot 1 fjalë të pist, dhe 2 fjalë normale. Pi thashën ku i di, po tha, unë jam me origjinë, tha, nga një fshat i jugut të Shqipërisë, nga cili fshat jam shqiptare nga Shënvasia. Shën Vasili? Shënvasit, po. Ua. Ishte edhe kjo, ish oficere CIA-s, dhe i shoqi ishte po ai që kishin rekrutuar atë. Më treguan ngjarje interesante, me shumë mall, me shumë, tha, unë nuk dua të vdes pa e parë dhe një herë vendin tim. Shkuan edhe në Ç'është kjo se tani më kujtohet vetë George Tenet tani, edhe ai nga Qeparoi. Nga Qeparoi ati dhe nëna nga Imara. Po. Po si se tha njëra që unë jam andej? Unë nga njerë edhe i kuptoj, mos u abit. Pse? Shko nga njerë këto çështje duan edhe ata janë besnik të dhe bëjnë mirë. Ai vend që i riti, që i edukoi, që i ndihmoi, që i ngritej në apoteozat e kësaj. Po, dikush e gjykon që mund të thuhet, dikush e gjykon që mund të mos. Jo, ai ngriti Amerikën, okay, po ai ngritë Greqinë, jo Shqipërinë, se i thoshte ne unë jam nga Greqia. E drejtë e tia. Ishte në feshtatën e George Tenet në Shqipëri? Jo. Nuk e qenë. Po nuk mund të vinë një shef shërbimi ikin, edhe oficer të mëdhenj nuk mund të vinë, jo, ka të tjerë njerëz që ajo është legjendë, domethënë, ajo është. Pa jo. Nuk ishin, nuk Po ka. lere tash.